Zonja e zotrinj, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Unë jam Arlin Disa, do t'jemi si çdo ditë bashkë në këtë hapësirë informative. Shohim titujt kryesor. Ligji i shumë debatuar për barazin gjinore do t'hyjë në fuqi pa dekretin e presidentit. Afati kushtetues që Begaj të firmoste ka mbaruar, duke bërë që kreu i shtetit ta kalojë në heshtje një prej ligjeve që ka shkaktuar debatet më të mëdha javët e fundit. Ligji që është përshëndetur nga ndërkombëtarët për standardin që sjell për barazin dhe mos diskriminimin gjinor, shihet nga opozita dhe një pjesë e shoqërisë për shkak të përkufizimit të gjinisë si konstrukt social dhe jo biologjik. Turi që ka nisur Ervin Saliani po shton zërat kritik brenda Partisë Demokratike. Disa nga aleatët gjatë një tryeze me Berishën ja thanë në sy se opozita është kurrë ndjeshëm dhe se nuk janë ata fajtor për humbjet e thella në zgjedhje. Berisha u ankua se zgjedhjet e 11 majit ishin fars dhe u premtoi ujdi për zgjedhoren dhe territoriale. Ndërkohë të dhënat e Google Trends tregojnë se muajin e fundit qytetarët kanë shfaqur më shumë interes për të kërkuar Salianin se vetë kreun e Partisë Berishën. 15 vjeçari Erion Boba, i cili mbeti viktime e konfliktit mes adoleshentëve në Durrës, është përcjellë në banesën e fundit në vendlindjen e tij në Bulqiz. Ai u godit me thik në zemër nga një 14 vjeçar dhe humbi jetën në spital pas 9 ditësh. Jati pretendon se adoleshenti nuk ishte pjesë e konfliktit, por u gjend rastësisht në vendngjarje pasi i kishin kërkuar ndihmë shokët. Negociatat SBA Ukrainë për paqen u zhvilluan në Miami të Floridas, por palët kanë qenë hermetike në informacion. Vladimir Putin gjatë vizitës së tij në Indi informoi kryeministrin Modi për ecurinë e negociatave për paqe dhe u shpreh gatshëm të furnizojë Indin me karburant. Cesari amerikan ndërkohë njoftoi pezullimin e pjetshëm të sanksioneve ndaj naftës ruse. 42 përfaqësuese pa përfshirë 6 që do të kualifikohen përmes play-offit do të mësojnë sot në orën 18 kundërshtarët në shortin për fazën e grupeve të botrorit. Një botror unik edhe për sa i përket periudhës që do të zhvillohet, ndërsa tifozët mbeten të shqetësuar për çmimet e larta dhe mënyrën si po i shet FIFA. Një muaj nga miratimi në kuvend, ligji për barazin gjinore që solli debate dhe përplasje të shumta do të hyjë në fuqi pa firmën e presidentit Begaj. Kreu i shtetit ka vendosur ta kalojë në heshtje ligjin për të cilin ju kërkua nga opozita dhe disa shoqata kthimin në parlament. Ligji i shumë debatuar për barazin gjinore do të hyjë në fuqi pa dekretin e presidentit. Afati kushtetues që Begaj të firmoste ka mbaruar, duke bërë që kreu i shtetit ta kalojë në heshtje një prej ligjeve që ka shkaktuar debatet më të mëdha javët e fundit. Ky vendim i presidentit, që duket si një abstenim i Begajt për ligjin, vjen pasi një grup qytetarësh dhe aktivistësh i kërkuan përmes protestave, edhe pasi kuvendi e miratoi që të mos e dekretonte. Kthimin mbrapsht të ligjit ja kërkoi edhe opozita përmes një letre të firmosur nga 12 gra deputete, që e konsideroi draftin e miratuar si antikushtetues dhe që cënon të drejtat e njeriut me qëllimin kryesor shkatrimin e familjes. Ligji u kundërshtua nga komunitetet fetare dhe shoqata pro familjes, ndërsa përfaqësitë ndërkombëtare në Tiranë dhe shumë organizata të shoqërisë civile që advokojnë barazin gjinore e përshëndesin nismën e qeverisë shqiptare. Më 6 nëntor, kuvendi miratoi me 77 vota pro të mazhorancës draftin për barazin gjinore, ndërsa kundër votuan 36 deputetë të opozitës dhe nuk pati asnjë abstenim. Në parim sipas mazhorancës që e propozoi dhe miratoi, ligji është i standardeve më të larta, garanton barazim mes burrit e gruas dhe ndalon diskriminimin me bazë përkatësinë gjinore në fushën sociale, politike apo ekonomike. Pra, heq të gjitha dallimet, përjashtimet, kufizimet me bazë gjinore dhe mosnjohje të drejtave të një gjinie të caktuar. Por termi që çoi në pozicione krejtësisht të kundërta palët dhe krijoi ndarjen e madhe ishte kuptimi i gjinisë. Gjinia në nenin 4 të ligjit të miratuar përkufizohet. Gjinia nënkupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për burrat dhe gratë. Pra gjinia si kontekst social dhe jo e lindur si sinonim i seksit.
Me këtë koncept, duket sikur lihet jashtë realiteti biologjik, por bazohet në sjellje. Kjo sipas kundërshtuesve të këtij ligji, kryesisht opozitës, lë hapësira që në të ardhmen të shtohen gjini të tjera, disa thon deri në 72, e të tjerë edhe më shumë. Por qeveria thotë se ligji ka të qartë konceptin binar, vetëm burr dhe grua. Një tjetër term që ka ndarë është ai i përkatësisë së shumëfishë gjinore, që në ligj shpjegohet si ndërlidhja dhe kombinimi i gjinisë me karakteristika të ndryshme të parashikuara në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi. Disa interpretojnë si hapje për njohjen e më shumë gjinive, por hartuesit e ligjit e lidhin këtë term me rastet kur një person mund të diskriminohet për disa arsye njëkohësisht, si gjinia, etnia, mosha, aftësia e kufizuar apo prejardhja shoqërore. Nëse do të ketë problematika, tashmë do ta vendosë zbatimin në praktikë i ligjit, i cili do të hyjë në fuqi shumë shpejt, vetëm 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare që pritet ditët në vijim. Turi që ka nisur Ervin Saliani po i shton zërat kritik brenda Partisë Demokratike. Disa nga aleatët të mbledhur në një tryezë me Berishën ja thanë në sy se opozita është kurrë ndjeshëm dhe se Partia Demokratike ja ka kthyer në tabel qitje për humbjen. Berisha u ankua se zgjedhjet e 11 majit ishin fars dhe u premtoi aleatëve se do të gjejnë ujdinë e përbashkët për reformën zgjedhore dhe territoriale. I pranishëm Ndoka dhe Alimadhi, ndërsa Mediu, Duka dhe Blushi dërguan përfaqësues. Sa ti Rama kryeministër, ne ulimi e bëjmë prap reforme me të. Kështu që kjo nxitje në ka lënë pak një shije të hidhur. Krijohet një frym edhe tek militantët e partisë tuaj, sikur alatet janë një peshë, janë një kosto. Jo. Këtë e dini edhe ju, po nuk jo thoni, edhe na bëni ne tabelqitjet. Jo, alatet janë vota për ju, shiqeton alat sikur ne jemi e keqja. Jo, ne jemi një vlerë që vetëm LSI-ja përpara disa viteve ka pas 100.000 vota. Se para zgjedhjeve ju na ftoni, në fakt, edhe pastaj kur i mbyllni ato, nuk na pyesni fare, ose e mbyllni telefonin, edhe zgdoni t'ja dini për ne fare. Tani vim të sistemi tërësisht i kapur. Na thoni ju, zotrin, çfarë sistemi keni parasysh? Si PS, si PD, e ndajnë buxhetin e shtetit, marrin dhe ato partitë e tjera, e tani financime merrni, komisionerët i keni, gjitha i keni, po çdo bëjmë ne të shkretët, unë marr 5.000 vota, 6.000 vota, 2.000 vota, po i kam votuar në ata. Po si unë mos të financohem, po është e padrejtë. Të paraqisni të gjitha propozimet pranë Komisionit të Reformës Zgjedhore. Muajin e fundit emri i Ervin Salianit është më i kërkuari në platformën Google mes politikanëve të opozitës. Shifrat tregojnë se ai është më i kërkuar edhe se vetë emri i Sali Berishës, duke i shtuar një tjetër element kreut të PD-s për mbështetjen që mund të fitojë ish deputeti mes demokratëve. Ervin Saliani është një emër që po tërheq vëmendje të madhe edhe mes qytetarëve në internet. Javët e fundit, por sidomos pas takimit të parë të mbajtur në Durrës me sallën plot me demokrata, apo sulmeve nga ana e Sali Berishës, ish deputeti Saliani është gjithnjë e më shumë i kërkuar. Të dhënat e Google Trends të publikuara nga eksperti IT-s Besmir Semanaj tregojnë se nga data 5 nëntor deri në 4 dhjetor, qytetarët kanë shfaqur interes më të madh për të kërkuar Salianin sesa vetë kreun e partisë Berishën. Për më tepër, kjo rritje e interesit e bën Salianin figurën e parë brenda kësaj partie që te i kalon liderin e saj në kërkime. Në këtë grafik shihet qartë se rritja në kërkime e ish deputetit është bërë ditët e fundit, që përkon me lëvizjet që ai bëri. Së pari, kafen me më të votuarit e primareve dhe më pas takimet me bazën e Partisë Demokratike. Ky interes pritet të jetë në rritje, thon ekspertët. Trendi i rritjes është që muajin e kaluar, por kuptohet që me takimin e Durrësit kemi një rritje galopante dhe për herë të parë mund të themi që një nga figurat e Partisë Demokratike arrin të kalojë liderin historik Sali Berisha dhe në një farë mënyrë kjo tregon etje ndoshta të qytetarëve për të parë diçka ndryshe tek opozita,
Kjo është tregues i pa manipulueshëm, tregues që në shumë fushata zgjedhore se personazhe të ndryshëm politik dhe publik e marrin si referencë për të kuptuar qasjen e qytetarëve ndaj mesazhit të tyre, sepse sa më shumë kërkohet një personazh në Google, aq më në shumë persona shkon dhe mesazhi i politikanëve. Kjo shoqërohet dhe me pjesën e rrjeteve sociale, jo thjesht tek pjesa e Google-it. Pra njëjta situatë është dhe në Facebook, është dhe në TikTok, është dhe në Twitter, në X, është dhe në Instagram. Një ditë pasi Ervin Saliani nisi zyrtarisht lëvizjen e re brenda PD-s për ta zgjuar partinë, siç e quajti ai, Sali Berisha nga oborri i parlamentit sulmet për njerëzit e shumtë që ishin në takimin e Durrësit i kishte të menjëhershme. Ai i quajti tradhtar që kishin punuar për PS-n, ndërsa Salianin me agent personale. Procesi i negociatave dhe përafrimi me standardet evropiane ka rritur fokusin e qeverisë tek çështjet mjedisore dhe zonat e mbrojtura. Kryeministri Rama tha sot se ka nevojë për një reformim të thellë për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe të pyjeve, duke nisur nga bashkimi i tyre në një entitet të vetëm. Një reformë e re për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe pyjeve po konceptohet në Ministrinë e Mjedisit në kuadër edhe të detyrimeve që Shqipëria ka në procesin e integrimit evropian. I pranishëm në aktivitetin për ty natyrë, kryeministri Rama foli për mundësinë e shkrirjes së 2 agjensive në një, asaj të zonave të mbrojtura dhe Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, ndërsa krimet mjedisore tha se kanë rënë ndjeshëm. Një reformim i cili do duhet fillojë nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve dhe duke krijuar një sinergji mes të dyave. Më vjen shumë mirë që sot bilanci flet për një ulje të konsiderueshme të krimeve mjedisore. Asnjë prej këtyre elementeve nuk është ende i asgjësuar si problematik. Sfidë të përvitshme cilësoi përballjen me zjarret. Nevoja për të rritur kapacitetet tona për plotësim po ashtu është çdo vit më e madhe, sepse siç e kemi parë, askund nuk i ka gjetur ndonjë ilaç zjarreve që kur vinë bëjnë dëme deri edhe kolosale. Po angazhojmë edhe burime të reja financiare, duke rritur kapacitetet mbjellëse përmes plotësimeve me dron. Pas lumit të Vjosës, Shqipëria aspiron të rendisë në pasuritë e çmuara botërore edhe liçenin e Shkodrës. Dosja e aplikimit për të cilin, siç njoftoi ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj, është dorëzuar disa javë më parë. Në seancën e radhës paraprake për dosjen Veliaj, ish deputetja Klotilda Bushka kërkoi pushim të çështjes ndaj saj dhe në rast alternativ të mos gjykohet nga gjykata e posaçme pasi nuk është më deputete. Mbrojtjen e bën edhe 2 shoqëri tregtare, ndërsa avokatët dhe kryebashkiaku Erion Veliaj pritet shpalosin argumentet e tyre në seancën e 12 dhjetorit, ku pritet vendoset nëse çështja do të kalojë ose jo për gjykim. Edhe seanca e kësaj të premte u mbyll pa një vendim. Do të duhet të pritet 12 dhjetori për një vendimmarrje të mundshme mbi dosjen Veliaj, nëse gjykata e posaçme do e kalojë për gjykim, do e rikthej spakut për plotësim apo do e pushoj. Para gjyqtare Setleva Dedja përfundoi mbrojtjen ish deputetja socialiste Klotilda Bushka. Ajo nuk ishte e pranishme në seancë, por përmes avokatit të saj kërkoi pushimin e çështjes, me argumentin se fakti i pretenduar nuk parashikohet nga ligji si vepër penale. Në rast se kjo kërkesë nuk pranohet, mbrojtja e ish deputetës kërkoi gjykimin e shkurtuar dhe mos kompetencë të gjykatës së posaçme për shkak se nuk është më deputete, pra kalim të çështjes në gjykatën e zakonshme. Ish deputetja akuzohet nga Spaku se ka ndërhyrë për të penguar hetimet, duke intimiduar dëshmitar. Në seancë u paraqit vetëm biznesmeni Elman Abule. Mbrojtja përfundoi këtë të premte edhe nga 2 avokatët e shoqërive Byla dhe Eventus. Spak përfaqësohej nga 2 prokurorët Altin Dumani dhe Olz Dado, të cilët kërkojnë dërgim të çështjes për gjykim. Në seancën e ardhshme pas një jave pritet të
shpalosen argumentet e mbrojtjes së kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe 2 prej biznesmenëve të akuzuar, Gentian Sula dhe Shkëlqim Fusha dhe shoqërive. Në seancën e kaluar paraprake ku Veliaj për herë të parë ishte vet i pranishëm, kërkoi të mos vendosej në kafaz në sallën e gjyqit, por krah avokatit. Kërkesa u rrëzua në sallë nga gjyqtarja me argumentin se nuk e parashikon ligji. Kryebashkiaku ka kërkuar gjithashtu një kopje fizike të dosjes 60.000 faqe dhe ka kërkuar gjithashtu kohë të njihet me aktet ndaj tij. Vjeçari Erion Boba, i cili mbeti viktim e konfliktit mes adoleshentëve në Durrës, është përcjell në banesën e fundit në vendlindjen e tij në Bulqiz. Ai u godit me thik në zemër nga një 14 vjeçar dhe humbi jetën në spital 9 ditë më pas. I ati pretendon se i biri nuk ishte pjesë e konfliktit, por u gjend rastësisht pasi i kërkuan ndihmë shokët. 15 vjeçari Erion Boba, nxënës i shkollës Dom Nikol Kaçorri në Ishkënet të Durrësit, u përcoll në banesën e fundit në qytetin e tij të lindjes në Bulqiz. Ai mbeti i plagosur me thik në zemër nga një 14 vjeçar në ditë më parë, por nuk arriti të mbijetoj plagëve. Ndryshe nga policia, i ati Adem Boba ka thënë se i biri nuk ka pasur asnjë konflikt personal me autorin. Sipas tij, Erioni punonte pas shkolle dhe ditën e ngjarjes ishte nisur për në punë, kur disa shokë kërkuan t'i shoqëronte për t'u sqaruar me një grup tjetër me të cilin ata kishin debat. Çuni ka qenë të shku për punë, i kanë dalë dhe shokët vet, i kanë thonë se hajde në çop pak, se kemi një muhabet po sqaru me do çuna tjerë. Edhe aty ka nisë konflikti. Ka has pa dashje, ka has në rezistencën aty në konflikt. Dhe Sioni ka ndërhyrë për t'i ndarë? Po, ka ndërhyrë për t'i ndarë dhe ka horë fikat. I ati viktimës kërkon dënim maksimal për autorin, ndërsa burime nga policia thanë se sherri ka nisur nga ofendimet të vazhdueshme në shkollë dhe komenteve në rrjetet sociale mes viktimës dhe autorit. Burimet tregojnë se viktima kishte telefonuar autorin për t'i kërkuar sqarime për sharjet e vazhdueshme në shkollë, por edhe komentet në rrjetet sociale. Tagimi degeneroi shpejt në konflikt fizik, pasi 14 vjeçari kishte shkuar me thik në brez. Të pranishëm kanë qenë edhe adoleshentë të tjerë. Ngjarja ka tronditur banorët e zonës së Ishkënetës, ku ishte vendosur prej 3 vitesh familja Boba, të cilët kërkojnë kontrolle më të rrepta ndaj nxënësve, si nga mësuesit ashtu edhe nga prindërit. Kush gabimi jon në mëngjes kur del fëmia duhet ta kontrollojmë. Ka thika, s'ka thika, çfarë ka? Edhe në shkollë, që të porta, duhet i kontrollojnë fëmijët, mësuest, në mëngjes, kur i në shkollë. Edhe pronarja e banesës ku jetonte me qira familja Boba tha se Erioni ishte djali i urtë dhe i sjellshëm, ndërsa shokët e tij e përshkruajnë si shembullor. Djali i urtë, i sjellshëm, s'kesh me pyet, po duhet të pyetni kë shkolla për më mirë për ta. 14 vjeçari u prangos pas krimit, ndërsa më 27 nëntor gjykata e Durrësit caktoi ndaj tij masën arrest në burg. Pas blokut publicitar juftoi të ndiqni me njëherë një hapësirë dedikuar ekonomisë, ku do të flitet për skemën e re të pensioneve, cilat janë propozimet që ka bërë Banka Botërore dhe çfarë ndodh që nga 2026. Tu kemi mbërritur në fund të edicionit informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.